Në e ditë mund ndodhi në tragjedi, falë Zotit nuk ka pas mia ditë në borë kur ndodhi aksidenti. Jemi në fshat të Bashkisë Klos, me banorin Klodian Doka, të cilit pas ndërtimit të segmentit të rrugës së Arbrit në zonën e tij, po i cënohet siguria e familjes për shkak se shumë punime janë bërë jashtë standardeve. Kjo është shtëpia ime. Tu ka qenë rrugë lise për fshatrat, mi fjalë. Rruga e vjetër që ka pas bërë italiani, s'ka pas shumë lëvizje. ka qenë rrugë makinash. Rrugë makina, normal. Kanë qenë barrierat këto mbrojtëse? S'ka pas barriera, se s'ka pas lëvizje, aty kaloni 10 fugona gjithsej se ishin fshatrat. Nuk ka pasur mundësi aksidentish, ka qenë s'ka zhëshë? pasur, se ekzistoni aksident në atë kohë. Se ka qenë kaldrom rruga, nuk ka qenë asfalt. Sot e ke këtu sigurisht atje në rrugë kryesore, se është gjithë zona e Burrerit, Klosi, gjithë fshatrat tu lidhen. Një volum i madh trafiku, të cilën sipas Klodianit, ky segment nuk mund ta përballojë dhe si pasojë janë shfaqur një mori problemesh. Barriera sikur janë atje, kanë dalë jashtë funksionit nga aksidentet e përditshme. Kush është firma që ka bërë punimet? Firma Gjoka. Makina e parë që u bë aksidenti, puti një kolonë atje. E fundit që ka ndodhur ja ku është tu, ja ku është vaja atje lart, ka pas dalë gjysma makinës lart. Zot mos, kishte qenë fëmijë se rrit fëmijët e vllajt, gota ime që luajnë aty, mos kishte qenë ky gur këtu. Sot mund të ishin përpara një tragjedie, sepse mjetet jo vetëm aksidentohen, por përfundojnë në oborrin e shtëpisë së Klodianit. Ndaj kjo familje detyrohet të ruajë të vëzhgjit si të ishin në një zonë lufte. Kur dalin fëmijët tu, ato lëvizin aty, luajnë, pusin lule, diçka, fëmijë janë ato. Po. Do të rrinë një i madh, nusja, se ka frikë. Sa specializuar këtu? Fjala e kam vu 30 po këtu vje kamioni krahët kundër, kokër plumi, sidomos kur bjen shi, tu ta shikosh është komplet vaj. Dhe tu asumajnë frena dhe vetëm përplasen, dytë natës, po dilën tualet, burri hujtu. Imagjinoni pak një situatë thuajse të përditshme me makina që të fluturojnë si për kokos. Mori nusja në telefon se isha në punë, ishte një kamioncin që u përplas, thashë e dishta se sa të bim 2 pika shi, marrë. Kur unë erdha nga puna, ula 2 pika të mrena shtëpi, veç kur gjoj zhurë, dola aty, e thash, pak të nga ke shpëtu. Po të them, nuk ka ditë që nuk përplasit makinë, nuk ka ditë. Dhe ka fotot unë, ka ardha tjetë, ku ka qenë pa bë muri. Thash, ka ndodhur aq shumë aksidente, falë Zotit madh, që nuk ka pas ndonjë vdekje deri tani. I gjendur në këto kushte, ku çdo sekond është rrezik për jetën e tij dhe të familjes, Klodiani është detyruar të gjejë një zgjidhje alternative. Për të siguruar jetën e fëmijëve të mi, mora masat dhe i vendosa këto gurët, murin këtu që tu kanë qenë barriera. Tu ka qenë pa mbushur fare, nuk e kanë mbush kush, vetëm i kanë gul thjeshta për fort. Ta gulish një barrierë 30 cm dhe në tokë, kjo është katastrofë. Tu të paktën 1,5 metër, edhe tjetë sikur janë ato dopi, që ta marrin makinën. Paktën mos përfundojnë në borë. Kur i more këto gurët? Me çfarë i more? A ndihmoi bashkia ndonjë gjë? Asnjë tash çka kanë bërë këtu, i kanë bërë gjitha me forcat e mia. Sa ka kushtuar i gjitha? Pak a shumë ke 5-6 milion lekë. Sa kohë ke që i ke vendosur? I kam vendosur pak nga pak, po thush brenda vitit i kam vendosur. Pra, një rrugë e ndërtuar nga shteti dhe një sistem sigurie i improvisuar nga një banor me shpenzime personale, por pas një garanci që kjo zgjidhje do të përballojë aksidentin e radhës, pasi vetëm një javë më parë Klodiani u përball sërish me këtë situatë. Mjeti, ndoshta edhe për shkak të shpejtësisë, gati ka shkatruar pengesën e gurëve që ka bërë Klodiani dhe për pak ka përfunduar në oborrin e shtëpisë, pikërisht aty ku fëmijët e tij dhe të vëllait kalojnë një pjesë të ditës. Ajo që mund të ndodhë është fare e freskët dhe na është ngulitur prej disa ditësh në memorien tonë kolektive. Ndaj nevoja për ndërhyrje është më shumë se urgjente, pavarësisht se ky qytetar ka dyshimet e tij se situata mund të ndryshojë. Kam qenë ky kryetari, kam thënë thjesht me sill bazë materiale se ndërtoj vetë. Asgjë më tjetër. Çfarë thot kryetari? Do fol me firmën. Një pa tan do t'i sill, pastaj do bëj. Po firma çfarë ka bërë? S'ka shep kush përgjigje. Kaq kemi pas ne. Me kë ke folur që e thot këtë gjë? Ka një ditë një djalë i ri, një inxhinier, se fjala kishte fol kryetaria me shefin e madh firmës, e solli këtu, ngulën këto 2 tabelat, veç për tabelat erdhi, s'erdhi për tjetër gjë. Kaq ka qenë puna jon. Fjalë boshe. E ku do drejtohesh ti sipas tyre? Zoti. Por, përpara se të shkojmë te Zoti, le të flasim edhe një herë me të zotët e vendit. Ndoshta kësaj radhe arrim të bindim për rrezikun me të cilin përballet çdo ditë kjo familje. Unë jam banore vetë e zonës, e di shumë mirë që riskohet bashkë me fëmijët, mos vendosja e disa barierave që duhet realisht të vendosen. Në fakt, ky para disa ditësh kishte publikuar një foto me një makinë mbi mur, ka investuar vetë për këtë mur, duke punuar në emigrim, duke lënë dhe fëmijët vetëm, dhe në fakt aty ishte një problem shumë i madh, sepse nëse ajo makinë do kishte kaluar në oborrin e familjarit, ku ishin dhe fëmijët aty, do i kishte rrezikuar jetën e fëmijës, dhe pastaj çfarë ngeli për ne. Kryetaria duket që i njeh mirë rastin dhe pranon rrezikun që paraqet ky segment.
Por, Ky rrugë është nga një kompani private, por nën përgjegjësinë e ARSH-s, a do më thënë arëshëja duke sepse qenë se është rrugë nacionale, nuk është në inventaret e bashkisë. Që do të thotë se ndërhyrjen direkte duhet ta bëjnë autoritetet qendrore dhe kompania që ka kryer punimet, por nga ana tjetër, disa përgjegjësi duhen pranuar. Kam një përgjegjësi morale, përgjegjësia është e madhe, duhet të jem ombrell për këtë banor, nuk duhet i rrezikohet jeta. Menjëherë kam kontaktuar me një përfaqësues të kompanisë dhe më kanë thënë që kryetari ne do marrim masa dhe këtë hall të ta zgjidhim. Edhe në telefon me Klodin thash kanë thënë që do marrim masa menjëherë për barrierat mbrojtëse. Kontaktuat sot? Jo, ditën që ishte Klodi këtu. Okej, sa ka kjo që keni qenë për të fundit? Duke qenë se ka 2 muaj, pengesat e kompania ku ka qenë? Jo, kompania më tha që duhen disa bariera të forta, sepse aty rrezikon shumë për shkak të terrenit të tillë. Megjithatë, përsëri, domethënë japi nga fatka ka 2 muaj, 3 muaj. Megjithatë, përsëri unë do ta kërkoj dhe me shkresë zyrtare ARSH-s dhe kompanisë që të marrin masa menjëherë. Dhe kjo duhet bërë urgjent. Unë duhet të jem ombrell për banorët e mi. Nuk ka moral, domethënë që të më rrezikojnë jetën dhe mos kem përgjegjësi fare. Jam unë ajo që dua që ky problem të marrë zgjidhje sa më parë. Të siguroj unë që ky problem do zgjidhet. Por pyetja është se kur do të zgjidhet? Brenda javës mendon që mund ta kemi një lajm të mirë? Unë nuk mund të them brenda javës, por shumë shpejt. Sepse nuk është totalisht në dorën time, por që do kem gjithë vëmendjen për ta zgjidhur këtë problem. Kompetenca jonë është për t'ia gërvisur fytyrën shkëpuar për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Kjo është ajo që kemi kërkuar me kohë nga çdo zyrtar dhe institucion, por për fat të keq, në shumicën e rasteve gjejmë dyert të mbyllura dhe titullar që ose përgjigjen me arrogancën e pushtetit ose largohen pa na thënë asgjë. Sidoqoftë, ndërsa kryetarja, siç premtoi, do të bëjë punën e saj, edhe ne do të vazhdojmë punën tonë. Paktën 2 raste deri tani kemi ndruar barrierat, do të kanë deformuar, janë ndruar. Janë deformuar prapë, janë ndruar prapë. Herën e dytë, mbas herës së dytë, banori i ka heq barrierat, pa pyet, që s'është normale, është vepër ose kundravajtje. Vetëm zgjidhje ka ngelur tani që të jetë edhe ai në rregull. Atëherë që ti bëjmë i mur betonet. E mendojnë që mund të japi një zgjidhje? Po çetë që po dhe makinat nuk do i binë atë zotërisë aty poshtë. Këtë murin e betonit këtë zgjidhjen, kur mund t'ja japi? Muri betonit është po prapë koste jonë atje tjerë, por nga kjo aksidenti fundi që ndodhi para ca ditësh, tani mendimi aktual është hajde të bëjmë mur betonit, se çfarë të bëjmë? Kur mund ta bësh, të lutem, kur mund ta bëni, se ka 3 muaj ky problem. Kjo s'është puna ime, me të drejtën, puna ime është zëvendësoj barrierën, jo të bëj mur betonit, se është disa herë më shtet, por do ta bëj gjithsesi. Për transparencë, këtu duhet të sqarojmë diçka. Firma ka zbatuar një projekt i cili ka parashikuar barrierat normale, të cilat më pas Klodi është detyruar t'i heq, pasi janë shkulur nga përplasjet e vazhdueshme. Po pak a shumë një afat se këtë duam të dimë. Pak a shumë të drejtë nuk e di se duhet projektuar para, domethënë duhet që të bëhet tamam. Dhe muri duhet lejo ti kush ta bëj, se nëse mund vinë thonë nuk është mbrojtja e duhur se vdiq personi që u përplas. Kush mund pengoj ARSH-ja? Aty ku shkon që aprovohet. Që është klienti këtë rast që është ARSH-ja. Po nuk merrni kohë çfarë them unë, një muaj maksimumi, s'mund të marrim më shumë. Edhe përgjigjen e dytë pozitive e morëm. Tani na ka mbetur edhe hallka e tretë, ndaj për t'i paraprirë çdo problemi, së bashku me Klodianin, drejtohemi tek autoriteti rrugor shqiptar me një kërkesë zyrtare për ndërhyrje të menjëhershme për këtë segment rruge. Fundja, kur kemi vullnetin e plot të firmës zbatuese dhe bashkisë Klos, besojmë që nuk do të ketë më asnjë pengesë. Aq më tepër kur çdo sekond vonesë për familjen e Klodianit është një sekond rreziku real. Përshëndetje Matika. Sot erdhën nga ARSH-ja, verifikuan vendin, bën foto dhe me shpresë më thanë do të ketë zgjidhje shumë shpejt.